Po i marrin ushqimet humanitare që edhe ata ta kenë sofrën e iftarit të begatshme. Iniciativa Dora e Mëshirës për skamnorët po siguron rreth 370 iftare çdo ditë në rrugën Jaja Pasha të Shkupit. Vullnetarja Lulzime Miftari për Televizionin 21 deklaroi se numri i nevojtarëve në krahasim me vitin e kaluar është më i lartë. Trimin e bëjmë nëpërmjet paraqitjen në te Dora e Mëshirës, te numri i Dorës së Mëshirës, ose na shkruajnë në Facebook ose në Instagram. Në bazë të atyre neve i verifikojmë familjet. Kemi mundësi edhe t'ju shkojmë në shtëpi, t'i shohim si kanë kushtet edhe mbas asaj i japim edhe ndihmën. Japim edhe ndihmë nëse kanë nevojë edhe për operime. Paralelisht me iftaret, sot u shpërndan rreth 60 palë këpucë, të siguruara nga një donator anonim. Ka edhe persona të cilët kalojnë aty dhe lënë pije freskuese për t'u dhënë skamnorëve. Veshmbatja do t'jetë besoj një javë para Bajramit. Atëherë për shkak që duhet edhe neve të organizohemi dhe siç thash edhe më herët jemi vetëm vullnetarë, do thënë te kjo iniciativa Dora Mëshirës, do organizohemi, besoj me Zotin do kemi kontribut të madh edhe të donatorëve. Vullnetarja Lulzime Miftari tha se para që do të mblidhen për fitra do të shpërndahen si pak ushqimore te familjet në nevojë.